Vllaznia e volejbollit të meshkujve ka zhgënjur edhe në ndeshjen e dytë të fazës para play-off ndaj Tiranës duke humbur me rezultatin e pastër 3-0. Ekipi i Kuçibluje fund kështu rrugtimit në kampionat duke mos arritur dot të kualifikohet për në katërshen e skuadrave më të mira. Ndeshja e dytë ndaj Bardhebluve, luetur në pallatin e sportit Qazim Dervishi, u shoqërua nga një lojë dobët e volejbollistëve shkodran që nuk arritën të tregojnë vlerat e tyre. Ata setin e parë humbën 13-25, të dyti 22-25, ndërsa të tretin gjithçka mbyllet 19-25 në favor të miqve që në këtë mënyrë fitojnë ndeshjen me rezultatin 3-0, duke u kualifikuar për në fazën play-off. Ndërkohë për vllaznin rrugtimi mbyllet këtu. Pas ndeshjes trajneri Artan Kalaja tha se ky ishte një sezon jo i mirë për vllaznin, por shtoi se do përmirësohen vitin e ardhshëm. Duhet të jetë menaxhim ndoshta më i mirë edhe nuk na eci loja ashtu siç ne menduam, ato na sulmunen shumë me shërbime, edhe kështu që duke mos organizu si duhet, në sulmi jonë nuk pat efektshmërinë e duhur. Ndërkohë që ndodhi e kundërta, ato arritën të kapin topin e parë, na sulmojnë edhe në qendër dhe në lojtarin anësor. Kishte një lojtar shumë cilësor. Kjo është sporti, viti i parë që jena në këtë situatë. Shpresojmë që mos ndodhin më, ne do të analizojmë komplet kampionatin dhe do të marrim masa që kampionatin tjetër të jemi shumë më mirë se sa këtë kampionat. Nga ana tjetër, trajneri i Tiranës Arben Sako tha se fitoria 3-0 me vllaznin ishte e merituar. Ne kishim vlerësuar shumë vllaznin, duke ditur që është një skuadër tashmë e konsoliduar në dy prurje të reja. Ne kishim fituar ndeshjen e parë dhe vinim këtu më të mobilizuar dhe më të lirë. Do që përgjegjësia binte nga krau i vllaznisë, por kjo nuk do të thotë që vllaznia nuk luajti, nuk performoi, por do të jeni të qartë që kjo Tiranë është një Tiranë e riformuar rishtas që nga fillimi. Në këtë mënyrë ekipi drejtuar nga trajneri Artan Kalaja zhgënjen, i cili nuk arrin dot objektivin e vet për të qenë në mes 4 skuadrave më të mira të kampionatit.